çdo pretendim i prokurorisë që vendimi është i kundërligjshëm nuk qëndron dhe vetëm afirmon tendencën politike të kësaj prokurorie speciale ndaj qeverisë Kurti. Me tutje, vlen theksohet për te çdo ndryshimi që rezervat shtetërore janë sekret shtetëror, pra sipas ligjeve në fuqi, ligjeve përkatëse pra për rezervën shtetërore, jo vetëm për faktin që janë çështje sigurisë dhe kanë rëndësi etike, sidomos në kohë lufte, por edhe pse ligji për rezervat shtetërore e parasheket pra neni 9 dhe 10 i ligjit për rezervën shtetërore. Në këto nene, plani strategjik, programi vjetor që përmban llojin, sasinë, vlerën e rezervave shtetërore të mallrave, si dhe vendodhja e rezervave shtetërore të mallrave, konsiderohen sekret shtetëror. Prandaj të gjitha duhet sipas ligjit përkatës të klasifikohen si sekret shtetëror. Kështu të nderuar qytetar dhe gazetar, çdo pretendim tjetër është vetëm pohim në dobi politike që është plotësisht i palejueshëm e i pamoralshëm, marrë parasysh situatën në të cilën gjendeshim gjatë muajve shkurt dhe mars të vitit 2022. Mbi të gjitha të ashtu quajtura prova të prokurorisë speciale janë mbledhur jashtëligjshëm përmes hetuesve që kanë zbatuar urdhrin e prokurorit Valdet Gashi, i cili i ka dërguar në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë pa certifikat të sigurisë. Kjo ndodhi me 1 gusht të vitit 2023, ku 2 polic hetues pa certifikat të sigurisë, pra pa leje për qasje në këto dokumentet e klasifikuara sekret, kanë marrë materialin brenda 1 ore në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Mallrave në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, duke u thirrë në autorizimin e prokurorisë speciale Valdet Gashi. Ne nga mend kemi denoncuar hetuesit pranë Inspektoratit Policor të Kosovës, pra nga në IPK, dhe IPK ka hapur hetim me numër të rastit IPK, thye për DMA, thye për 919, thye për 23 dhe ka konstatuar shkeljen ligjore me veprimet e policëve hetues, duke konfirmuar që 2 policët hetues nuk ishin të pajisur me certifikatën e sigurisë të nivelit sekret. Në këtë raport të Inspektoratit Policor i është kërkuar ushtruesit detyrë të kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale Blerimi Sufaj që ta udhëzoj Inspektoratin Policor për veprimet e mëtejme për këtë rast. Por kjo çështje është mbyllur nga vetë prokurori Valdet Gashi, bazuar në raportin e tij me numër me referencë pra PPN, me numër 143 thye për 2023 të datës 8 nëntor të vitit 2023. Ne si Ministri kemi dëshmi që e vërteton se me të pranuar raportin e Inspektoratit Policor, prokurori special Valdet Gashi ka pohuar që është në konflikt interesi dhe nuk mund të trajtoj lendën, pasi që vetë ky kishte autorizuar hetuesit, pra policët hetues të merrnin dokumentacionin e rezervave nga Departamenti i Rezervave Shtetërore në kuadër të Mintit. Dhe siç e theksova, me vonë, pra me datën 8 nëntor 2023, vetë ky prokuror Gashi, edhe pse siç ka pranuar vetë, ishte në konflikt interesi, ka përpiluar raportin për mbylljen e rastit PPN numër 143 për 2023, duke i liruar policët hetues nga përgjegjësia penale që morën dokumentet sekrete pa certifikata të sigurisë, pra zbatuan urdhrin e paligjshëm duke bërë vepër penale, por njëkohësisht duke u liruar nga ai që i kishte sjellë në mënyrë të paligjshme, pra nga vetë ky prokuror special Valdet Gashi. Për më shumë, ju njoftoj se ne kemi në posedim edhe këtë raport të prokurorit, pra raportin fjalë që përmenda me referencen 143/2023 të datës 8 nëntor të vitit 2023, dhe këtu ky prokuror duket qartazi në konflikt interesi. Kjo tregon mungesë profesionalizmi, mungesë dinjiteti e morali profesional në trajtimin e rasteve në interes publik, anshmërinë në trajtimin e rastit për interes personal dhe mbi të gjitha, anshmërinë politike krejtësisht të ndaluar për një zyrtar publik, prokuror i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, me përgjegjësi për ndjekjen e rasteve të korrupsionit, ndërto edhe të konfliktit të interesit.